Të nderuar teleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe këtë fundjavë së bashku për cilë përmbledhjen e emisioneve të cilët u transmetuan nga e hëna deri te diel në PIS TV në gjuhën shqipe. Në emisionin në Qelsat e mirësisë të hënën, Hoxhi Nezgoga solli Qelsin i cili gjallëron zemrën që është meditimi i Kuranit. Ndërkaq në emisionin e drejt për drejt, pra çka thot feja, Hoxhi Enis Rama foli për rëndësinë e fesë. Kishte pyetje të ndryshme nga telefonuesit, kurse çështja që u diskutua edhe nga një shikues ishte për kurbanin. I ftojmë tani që të ndjekim dy përmbledhjet e para. Po ashtu ulemaja kanë konfirmu se njeriu vetëm nëpërmjet dritës së Kuranit dhe jetës dhe gjallërisë që Kurani i ofron zemrës, ai mund të jetë i udhëzuar në jetën e tij në këtë botë. Ndërsa në mungesë të Kuranit ai mbetet i humbur, i lajthitur dhe i devijuar gjatë tërë jetës së tij. Më lejoni të përmendi shpejt 3 argumente për këto 3 konfirmime që ulemaja i kanë përmendur si parime dhe rregulla shumë më rëndësi sa e përket rëndësisë së Kuranit në raport me jetën dhe gjallërinë e zemrave të tona, ndërsa qelsi i gjallërisë së zemrave të tona është meditimi i Kuranit famlart. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me atë se Kurani i ofron zemrës son jetën dhe gjallërinë e vërtet, thot Allahu fuqiplot në kapitullin Shura ajetin 52, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Dhe ne kështu ty o Muhammed ta zbritem jetën prej anës son. Kurani është jeta, është gjallëria që pejgamberi alayhis salam pa Kur'anin nuk ka qenë i gjallë. Pastaj sa i përket çështjes së dytë, se ne vetëm nëpërmjet Kuranit kemi mundësi të shohim dhe të perceptojmë gjërat realisht dhe në mungesë të Kuranit ne jemi të verbërt, thot Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart në kapitullin Nisa ajetin 174, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. O ju njerëz, juve ju erdhi prej Zotit tuaj një provë dhe një dëshmi e madhe, një argument i madh, Kurani, wa anzalna ilaykum nuran mubina, dhe ne ju kemi zbritur juve dritën e dukshme, dritën e Kuranit, e cila dritë neve na mundson ti perceptojmë dhe ti shohim gjërat realisht. Në mungesë të kësaj drite, ne atëherë jemi të verbërt. I pastër dhe i lartë qoftë Allahu, i cili ta zbriti ty Furqanin. Një prej emrave të Kuranit është Furqan, cili është kuptimi i termit Furqan. Kuptimi në gjuhën tonë është dalluesi i të vërtetës dhe të pavërtetës. Me të vërtetë Kurani është ai i cili ka bërë dallimin përfundimtar, atë dallim të madh dhe të rëndësishëm që ne sot e dim cila është e vërteta dhe cila është e pavërteta. Ala abdihi, Allahu i lartësuar qoftë Allahu i cili zbriti Kur'anin, i cili është dallues i të vërtetës dhe i të pavërtetës, robit ti li yakuna lil alamin nadhira, e i cili Muhamedi nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet këtij Kur'anit që është dalluesi i vërtetës dhe i pavërtetës, ai do të çortoj dhe do të tërheq vërejtje mbar botës. Ne nëpërmjet Kur'anit, Kur'ani është mekanizmi më i mirë që neve na bën dallimin mes asaj që është e mirë apo e keqe për ne, mes asaj që është e dobishme apo e dëmshme për ne, mes asaj që është e mirë për ne si shoqëri, si vatan, si shtet, si ummet islam që jemi. Muslimanët kanë ardhur këtu ku kanë ardhur. Muslimanët e kanë këtë gjendje të mjerueshme, çfarë e kanë? Vetëm pse e kanë hudhur dhe e kanë braktisur Kur'anin. Dhe kanë haruar se Kur'ani duhet të jetë ai mekanizmi i cili e bën dallimin mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes asaj që është e mirë dhe nuk është e mirë, mes asaj që është halal dhe haram, mes asaj që është e lejuar dhe e ndaluar, mes asaj që ka është progres dhe asaj që ka është regres,
mes asaj çka e bën Zotin ton të kënaqur me ne dhe veprimet të cilat mund ta hidhrojnë Zotin ton. Familjari shtëpisë tonë, i zemrave tona, ti Islam, ti Kur'an. Na po dojmë si vetë martu djalin. E kena bo njetë me bo filon në restorani, edhe kena bo njetë, me thirë që të do kreba, bura, gra bashkë me i bo, tash që me bo, pa alkohol, s'vje kush, Allah, duhet me bo kapak, a bon, a e ki vetë? A hitë se ki vetë? Këtu është krejt thelbi i temës. Islami thot për vetën e tij se duhet të pyetet në çdo çështje. Shikoni çka thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu." O ju që keni besuar, ju krejt, të gjithë ju, të cilët e ndiheni veten musliman, deklaroheni si musliman, të gjithë ju, nënshtrojuni Allahut dhe të dërguarit. Qysh nënshtrojuni? Shtranu për toke? Jo. Respektoni urdhnat e Allahut dhe të dërguarit. Respektoni shpalljen. A çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Deri në cilën nivel duhet me respektu? Në gjitha nivelet. Madje edhe kur bim mos pajtim, unë e them kështu, ai thot kështu, nuk dim kën me ngu. Islami këto do të me vendos, kënë do të me ndëgju. Allahu Jalla wala thot: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Në qoftë se binin mos pajtim për ndonjë çështje. Kjo ndonjë çështje është e përgjithshme për çfarë do lloj çështje. Për çka do që binin mos pajtim, o njerëz, o burra, gra, o muslimane. Për gjithë shka. Ruddu, këthane me njëherë, pëtë në Zotin e shpis, pëtë në Allahun xhallahu ala, qka me bua Zot këtë rast? Kanë me ngu, kush e ka më smire? Shikoj Islami, qka thot për Islamin? Qështu thot feja për fen? Qështu thot? Thot, pëtë në për gjithë shka. Ma djedhë kur dim bini mos pajtim. Jo mos pajtim me vetëm të noja, kur bje fjera për gjakje, për jo, këto gjithë se si. Por e për do punë më thjeshta. Ne themi se mos ekzistimi argument është argument. A ka argument do kun që eshtrat e kurbanit i ka vëros pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk ka argument. Do të thotë, eshtrat e kurbanit mbeten eshtra dhe nuk lejohet t'u japim status të posaçëm pa argument. Në qoftë se ne u japim status të posaçëm, duke i konsideruar të shenjta dhe duhet të varrosen në dhej, e ju t'u japim kafshët e tjera për t'i ngrënë për shembull, atë ne i kemi veçuar. Për këtë veçim duhet argument. Andaj, ai që kërkohet me sjell argument është ai që thot me i varros, jo ai që thot mos me varros. Prandaj unë nuk jam ai që duhet me sjell argument. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka veçuar. Andaj nëse thuhet se duhet me veçuar, themi duhet me sjell argument. Fakti që kurbani është i shenjtë, po është i shenjtë veprimi i therrjes, po jo kafsha. Nuk është deli i shenjtë. Kur bëhet për kurban, atëherë veprimi i therrjes, po therrja është e shenjtë, por jo ajo që është e kurbanit. Gazet tek fundit, ajo që bën të shenjtë kurbani e bën therrja, sakrifica në emër të Allahut, nga se kjo arrin tek Allahu. Nëse Allahu thot tek Allah nuk arrin gjaku dhe mishi kurban, ai jetë për juve. Juve për një që e dini që është më e dobishme. Për këtë arsye them që mos ekzistimi argument është argument. Këto ishin dy përmbledhje të para nga dita e hënë dhe njëherët në kolazhin javor, ndërsa kalojmë tani tek dita e martë. Yasin Alia, i profesor në Universitetin e Medinës, ishte i ftuar ynë në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Nga përgjigjet që veçuam ishin pse nuk lejohet ngrënia e mishit të derit dhe për vdekjen e njerëzve që vdesin pranë në forma të ndryshme. Ndërkaq për besimin e drejtë u fol në emisionin Eko të martën. Pra gjithashtu, këtë temë e trajtuan së bashku Ermir Hoxha dhe Ahmed Kala, imam nga Tirana.
është një rregull shumë i rëndësishëm që ne si musliman i pranojmë urdhët e Allahut dhe pa pyet pse Allahu ka urdhëruar kështu apo pse na ka ndaluar për këtë gjë. Dhe kjo për të vetmen arsye sepse Allahu është i plot fuqishëm, është i dituri, di çdo gjë dhe i njeh gjërat më mirë se sa i njohim ne. Për këtë arsye është mirë që ne si besimtar të mësohemi me këtë edukat islame ku Allahu i madhëruar është ai i cili na ka prur shpalljen, profeti sallallahu alaihi wasallam na i ka përcjell ne dhe ne duhet t'i nështrohemi dhe ta zbatojmë atë. Për këtë arsye, kjo edukat duhet të jetë në të gjithë jetën tonë, në mënyrë që ne të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse për sa i përket pyetjes në fjalë, pse Allahu pra na i ka ndaluar mishin e dërit dhe ai e ka krijuar, qysh e dim, kjo jetë është provë. Pra Allahu na ka prur në këtë jetë për të na provuar se a do t'i bindemi apo jo. Dhe nëse Allahu nuk do t'i krijonte të mirë, nuk do ta krijonte të mirën dhe të keqen, atëherë nuk do të kishte kuptim sprova. Dhe atëherë Allahu na krijonte direkt, na çonte në xhenet dhe nuk kishte nevojë për sprovë. Ama meqense Allahu na ka bërë që të sprovohemi në këtë dynja, atëherë ka krijuar atë që është e mirë dhe atë që është e keqe në mënyrë të na shohin ne se sa ne e dëgjojmë dhe i bindena urdhrave të Allahut të madhëruar. Dhe Allahu i madhëruar në krijesat e tij ka urtësi shumë të madhe dhe të gjitha këto krijesa kanë një qëllim që i ka krijuar Allahu, sepse Allahu nuk krijon gjë kot pa qëllim. Por se disa gjëra, disa qëllime harrim t'i kuptojmë ne dhe disa qëllime nuk harrim t'i kuptojmë. Ama në këtë rast qëllimi është i qartë sepse është provë. Për sa i përket pyetjes, lutem Allahun e madhëruar që ne dhe të gjithë besimtarëve të na japin një përfundim të mirë dhe të gjithë njerëzve, jo vetëm besimtarëve, të na japin një përfundim të mirë, sepse ai personi i cili ka një përfundim të mirë, kur them përfundim të mirë, pra që vdes duke qenë në rregull me dispozitat që ka vendos Allahu i madhëruar, ai do të fitojë xhenetin. Kurse pyetja pse syri i mbetet hapur, ndoshta kjo ka nevojë që nga ana mjekësore mund të ketë një shpjegim, por se nga ana fetare profeti alayhis salam ka shkuar një herë tek një person i cili ishte të vdekur dhe ky person ka qenë Abu Seleme dhe kur ka shkuar atje e ka parë që syt ishin ngritur lart. Pra syt i kishin ikur lart sepse ai kishte vdekur. Dhe tha profeti alayhis salam, personi kur vdes syt ndjekin shpirtin. Pra shohin shpirtin se ku do ta çojnë angjujt shpirtin. Pra dhe kjo është një shenjë që ja jep Allahu që në dynja se ai a ka qenë i mirë apo ka qenë i keq. Dhe si rezultat ndodh që syt mbeten hapur. Për këtë arsye pëlqehet që njerëzit që janë afër të vdekurit në moment që ai vdes, ti mbyllin gojen, ti mbyllin syt në mënyrë që ai mos të jetë i shëmtuar, sepse njeriu kur ka syt të hapur, gojen e hapur mund të jetë i shëmtuar dhe kjo është dhe një respekt që i bëhet njeriu kur ai është edhe i vdekur, sepse Islami e respekton njeriu kur është i gjallë dhe kur është i vdekur, qoftë përpara varrimit apo dhe pas varrimit që ai të respektohet, të nderohet. Megjithatë, profeti i Islamit Muhamedi alayhis salam ka dhënë një përgjigje shumë të thjeshtë për besimin e drejtë. Kryengjëlli Xhibrili vjen tek profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam dhe i bën pikërisht këtë pyetje. Thotë: "O Muhammed, ç'është nënshtrimi ndaj Zotit? Ç'është Islami?" Profeti i Islamit tha të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, të falësh namazin, të agjërosh Ramazanin, të japësh zakatin, të bësh haxhin. Pra klasifikimi i besimit të drejtë. Tha: "O profeti i Zotit, ç'është besimi në vetvete?" Tha: "Të besosh në Zotin, një të vetëm të vërtet, i cili meriton adhurimin, i cili është i përkryer dhe absolut, të besosh në engjëjt, të besosh në profetët, të besosh në librat e shenjtë, të besosh në caktimin e Zotit, pra çdo gjë është e shkruar prej Zotit, dhe të besosh në ditën e gjykimit, dhe të besosh në ditën e gjykimit, pra që ka një ditë kur njerëzit do të ringjallen dhe do dalin përpara Zotit tyre të japin llogari." Pra këta janë hallkat e një zinxhiri të besimit që një hallk po mos ekzistojë, nuk kemi më besim të drejtë. Atëherë në këtë përgjigje profeti i Islamit dha për kufizimin e besimit të drejtë në atë që është
shpirtëror dhe i padukshëm, që është besimi në Zotin me la, dhe në atë që është praktik, që është falja e namazit, agjërimi i Ramazanit, kryerja e haxhit dhe dhënia e zeqatit, sigurisht për ata që kanë mundësi, sepse çdo kush mund t'japi zeqat dhe çdo kush e ka për të detyrë kryej haxhin, ndërkohë që namazi është detyrë për çdo besimtar. Po si mos kem dashuri ndërkohë që çdo gjë që mua më është dhënë është prej tij. Nëse dikush do të jepte diçka, pastaj do të jepte diçka, pastaj do të jepte diçka. Normalisht do të ndjeje dashuri për të. Do të futet në shpirtin tënd, në zemrën tënde dashuri për të. Po Zoti që ka dhënë gjithçka. Ai na ka dhënë dritë në syve, ai na ka dhënë gjimin, ai na ka dhënë mendjen, ai na ka dhënë jetën, ai na ka dhënë prindit, ai na ka dhënë pasur. Ai na ka dhënë gjithçka. Çdo frymarrje, çdo lëvizje gjaku, çdo gjë është prej tij. Si mos ta duash këtë Zot? Pra mbi të gjitha është dashuria për Zotin, dhe kjo është e vërtetë. Po në momentin që mbetet vetëm dashuria, e pa faktuar dhe e pa argumentuar, nuk quhet më dashuri. E pa maturuar, normalisht. Me akte. E pa argumentuar nuk quhet më dashuri. Quhet pretendent i dashurisë. Sepse gjithë njerëzit thonë, unë sa e du Zotin, unë sa e besoj Zotin. Ti thosh një që ti me këtë punë që bën nuk je, si je musliman përdesë se bën këtë punë, thonë unë sa musliman. Siç do të mërkurë edhe këtë javë u transmetua emisioni Kam një problem. Hoxh Muhamet Dermaku trajtoi problemin e një shikuesi i cili kishte shkruar se po i shkon mendja që të bëj vetvrasje. Hoxha sqaroi se kjo është një vepër e shëmtuar dhe shumë e dëmshme në botën tjetër për njeriu që e bën këtë krim ndaj vetes. Cili është njeriu më fatlum në ditën e ringjalljes? Cili është njeriu më fatkeq në ditën e ringjalljes? Kjo do të varet nga besimi i tij dhe pas besimit të tij do të varet nga veprat e tij. Atëherë, me të drejtë mund të themi se njeriu është i pavdekshëm. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Thot Allahu i plot fuqishëm, një grup do të jenë në xhennet e një grup tjetër do të jenë në zjarr. Statusi i të gjithë njerëzve, të bardhë dhe të zi, arab e jo arab, me nacionalitete të ndryshme, në kohë zgjatje të botës njerëzore, prej fillimit deri te i fundit, prej Ademit alayhis salam deri te njeriu i fundit, që të gjithë do të vlerësohen në bazë të besimit të tyre dhe nga besimi pastaj do të varet a do t'i peshohen veprat e tyre. Nëse besimi ka qenë i sakt, atëherë do të peshohen edhe veprat e tyre dhe do të shihen se sa ka pas vepra të mira e sa ka pas vepra të liga dhe konform këtyre përgjigjeve që do t'i japim ne në ditën e gjykimit, konform veprave që i kemi bë në jetën e kësaj bote, në dunja, ne do të paraqitemi para Allahut dhe do të marrim shpërblimin e merituar, pra qoftë ndëshkim për së keqi me zjarr të xhenemit, Allahu na ruaj prej tij, qoftë shpërblim me xhennet. Atëherë, jeta jon pra nuk përfundua ka me daljen nga kjo botë. Por thjesht ajo fillon, edhe më tepër mund të themi se ajo fillon atëherë kur vdesim. Pra thjesht vetvrasja nuk është rrugdalje. Në vend se ky person pas falimentimit të firmës së tij, të investimit të tij, të kapitalit të tij, të mundohet ndoshta Allahu këtë sprovë me recesionin ekonomik të vendit që ka, apo me ndonjë paaftësi që ka pasur në menaxhimin e firmës së tij. Çfarë do të qoftë arsyeja, ndoshta kjo sprovë do të mund të tejkalon dhe brenda 2, 3, 5, 10 viteve, do të mund të nëpërkëmbet dhe do të arrijë që jo vetëm t'i laj borxhet e tij të mëhershme kur kishte falimentuar, por thjesht do të arrijë edhe që ta shtoj bagazhin e veprave të mira. Ky do të jetë më vonë një zakatdhënës më i madh se sa ka qenë më herët. Ky do të jetë një namazli, një falënderues, një tejkalues i sfidave dhe në fakt kështu para Allahut kur do të vdes, kurdo që Allahu ja ka caktuar vdekjen, do të del faqebardh dhe nuk ka nevojë që të përgjigjet për mënyrën e vdekjes së tij. Ne mendojmë se problemi i cili na preokupon, ballafaqohemi me të në momentet e caktuara është problem pa rrugdalje. Dhe ndoshta vetvrasja na lehtëson një gjë të tillë. Të respektuar shikues,
Nuk e dija me besoni nëse do të a them një realitet. Çfarë realiteti? Vetvrasja shikuar nga prizmi islam, po të ishte e lejuar, atëherë do të shtrohej pyetja pse të mos e bënin këtë besimtarët më të mirë. Kur? A keni dëgjuar ju se i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përmend për së miri njerëzit të cilët fjalën e fundit në këtë botë e kanë dëshminë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe thotë se ata do të hyjnë në xhennet? Vallë, a do të më kujtohet mua në momentet e vdekjes një gjë e tillë? Në emisionin Obligimet e besimtarit ndaj të dërguarit të fundit, Hoxha Agim Bekiri solli pjesën e dytë nga pasimi i të dërguarit. Ai tha se profeti alayhi salam pasohet duke u ndaluar nga ajo që ai ka porositur dhe duke vepruar atë që ai e ka lejuar. Pasimi i tij na bën dhe na mundson që të hyjmë në xhenet. Ndërkaq Hoxha Sadullah Bajrami trajtoi pjesën e katërt nga tema të strehuarit nën hijen e Allahut në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër. Grupi i parë i haditheve janë ato hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpëtimin ose fitimin e xhenetit dhe dënimin me zjarr e ka lidh me pasimin dhe mos pasimin e tij, ose bindjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithe ku pejgamberi sallallahu ka treguar në mënyrë të qartë se kush e pason atë do të fitojë xhenetin dhe ata të cilët nuk e pasojnë, nuk e ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të dënohen me zjarr. Allahu na mbroftë të gjithëve. Hadithi i parë është një hadith që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Se cili njeri prej ummetit tim do të hyjë në xhenet përveç atij që refuzon. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Than, e kush refuzon o i dërguari i Allahut? Tha, men ata'ani dakhala al-janna wa man asani dakhala an-nar. Ai që më ndjek mua, ai që më respekton mua, do të hyjë në xhenet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse ai që më kundërshton, faqad aba, ai ka refuzuar. Kurse për talesat duhet, do të thonë, që në rrënjë të largohesh, që në parim të largohesh prej harameve, se këtu s'duhet të piqen kushte të shumta që ti të mos shkosh dhe mos bësh punë të këqija, dame, do të thonë, edhe vepra të shëmtuara. Se këtu nuk kërkohet të realizosh diçka, thjesht duhet që të përmbahesh. E për të përmbajtur nuk thuhet sa të kesh mundësi. Duhet të përmbahesh nga alkooli, duhet të përmbahesh nga vjedhja, duhet të përmbahesh nga kamata, duhet të përmbahesh nga besimet e kota, duhet të përmbahesh nga veprat e shëmtuara, nga prostitucioni e kështu me radhë. Të përmbahesh. Nuk ka këtu sa të kesh mundësi. Po sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhënon që të ndjekim rrugën e tij, të zbatojmë detyrat me të cilat ai na ka ngarkuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, dhe një njeri që e ka ftu një gru e cila posedon bukuri, posedon pasuri, posedon depozit të lartë. Kush është që e pangoj atë të ri që të ullë shiqimin e tij, që të distancohet, të largohet, është friga Allahut azza wa jall. Pra friga Allahut është kaktar të ki i ri që të largon nga një gjuna i madh, nga një mëkat i shëmtuar. Pra kjo është meritor. Që në ditën e gjykimit të gjithë të qëndrojnë në rrezet e diellit, të gjithë që të qëndrojnë në një vap të madhe, të papashkruar, të gjithë të përjetojnë një tmerr përpos këtij të riut
për pos këti njeriut, që friga Allahut e pengoj që të ben në mëkat. Po ashtu në transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës së tij na tha, më e para nga ju, pra nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të t'i bashkangjitet, të ta pason pejgamberin Allahut në vdekje, është ajo e cila e ka dorën më të gjatë. Aisha radiallahu ta'ala anha na përshkruajnë gjendjen e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot, kur u të boshmi, gratë me një vend, i zgjatshmi duart, se cila i ka duart më të gjata. Dhe nga se ne fillimisht mendonim se gruaja bashkëshortja e pejgamberit Allahut që e ka duart më të gjata do të vdes e para. Ta derisa vdiq Zeynep bintu Jahsh. Kur vdiq Zeynepi, e kuptuam hadithin e pejgamberit Allahut që nuk kish për qëllim dorën e gjatë, apo madhësinë e dorës, apo madhësinë e krahut, po e kish për qëllim bujarin dhe dardhanjen. Nga se Zeynep bintu Jahsh ishte më e shkurta, megjithatë ishte më bujarja, nga se punon të pundore dhe ip të sadaka lëmosh. Lëmosha është strehimorja e besimtarit. Në emisionin Ecim së bashku të premten me hoxhën Ekrem Avdiu trajtuam temën udhëzimi ofron epërsi. Hoxha tha se Zoti njerëzit të udhëzuar i konsideron për atyre që janë në grade të larta. Të ndjekim tani përmbledhjen që vjen nga ky emision. Mendimi më i saktë është se xhehenemi nuk mbaron. Allahu i madhruar i ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin. Ato ekzistojnë edhe tani. Ndërsa ato i ka krijuar për të dhënë njerëzve shpërblimin meritor. Xheneti për të shpërblyer njerëzit e mirë për veprat e mira dhe xhehenemi për të ndashkuar keqbërësit, kriminalët dhe njerëzit e këqij. Në shumë vende në Kur'an Allahu i madhruar e ka përmendur edhe premtimin edhe kërcënimin, duke e përshkruar atë si të pafund, të amshueshëm. Dhe kësaj sipas konceptit islam pra nuk parashihet dhe nuk ka të argumentuar që, sikur se thonë disa, xheneti do të mbetet ndërsa xhehenemi do të përfundojë e do të mbesin njerëzit vetëm duke u kënaqur. Kjo nuk është e saktë. Do të mbesin njerëzit, kush do të futet në xhenet, do të mbes përgjithmonë. Dhe asnjë kategori e njerëzve që futen në xhenet nuk do të dalin asnjëherë prej tij. Ndërsa në xhehenem do të futen njerëzit që do të futen, por disa prej tyre janë të gjykuar me qëndrim të përkohshëm, disa tjerë janë të gjykuar me qëndrim të përhershëm. Ata që janë të gjykuar me qëndrim të përkohshëm do të ndëshkohen për një kohë të caktuar dhe në momentin kur do të pastrohen, Allahu do t'i nxjerrë nga xhehenemi dhe do t'i fusë në xhenet, prej cilit pastaj nuk do të dalin asnjëherë. Ndërsa ata që janë gjykuar të mbesin në xhehenem përgjithmonë, ata do të mbesin përgjithmonë dhe xhehenemi nuk përfundon. Po, pyetja e radhës thotë kush i ka fajet kur punëtori nuk përgjigjet në xhuma apo për namazet tjera. Po, fajet i ka ai i cili e ka përgjegjësinë, ai i cili i ka kompetencat, për arsye se është rregull i cili kuptohet prej argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit se përgjegjësia e njeriut përfundon aty ku përfundojnë kompetencat e tij. Njeriu nëse ka mundësi të përgjigjet ftesës për namazin e xumas, e ka obligim të përgjigjet. Dhe nëse e bën ose nëse mungon pa ndonjë arsye, e gjithsesi ka përgjegjësi. Sigurisht që fëmia është një begati e madhe, të cilën ne nuk dimë ta çmojmë. Nuk fundja njeriu nuk mund t'i çesë çmim se çfarë begati është fëmiu. Mirë po, tek shumë prindër, gëzimi i fëmijëve zbehet nëse fëmiu ka çfarë do të mete.
Por prapse bindja ime është se ai instinkti prindëror është shumë i fuqishëm dhe funksionon edhe atëherë kur fëmijët janë me tmeta. Dhe njeriu spaku prej rasteve që kam dëgjuar dhe që i njohet, që i di e kështu me radhë, kur nuk lodhet duke i shërby fëmijës së vet. Nëse është me tmeta, pra nëse edhe kur rritet me një fjalë bëhet në moshë ndoshta pak më të madhe, prapse ai ka nevojë për një përkujdesje të veçantë. Dhe në pyetjen a hyn gjuna prindrit nëse pjesën dërmuese të kujdesit ja kushtojnë këtij dhe në një farë mënyrë më pak kujdes për fëmijët e shëndosh, bindja ime është se ata nuk hyn në gjuna, ndërsa për kujdesin që kanë për këtë fëmijë sigurisht që kanë një shpërblim edhe një sevap shumë të veçantë tek Allahu fuqiplot. Për çfarë arsye? Për arsye se njeriu i cili kujdeset për fëmijët e vet, le të jenë ata të shëndosh, atë dashuri që e ka për fëmijët, atë kujdes, atë kështu me radhë, për te ka sevap. Do të thotë një kujdesje e rëndant, unë e quaj dashuri me ramje të lirë prej prindërve deri tek fëmijët, ka sevap, ka shpërblim. Por një përkujdesje e veçantë për fëmijën me tmeta, sigurisht që edhe sevapi dhe shpërblimi prej Allahut fuqiplot do të jetë shumë i veçantë. Andaj kjo përgjigje le të jetë ngushëllim për ata prindër të cilët Allahu i ka sprovuar me fëmijë me tmeta. Le të jetë ngushëllim dhe stimulim për ta që ata le të vazhdojnë le të kujdesen për te. Kalojmë tani në ditën e shtunë Hoxh Sadat Islami në emisionin Islami dhe shoqëria, solli temën menaxhimi i problemeve shoqërore. Këto probleme sipas tij menaxhohen shumë lehtë nga besimtarët sepse siç thot ai, ata e besojnë se çdo gjë që ndodh me caktimin e Zotit. Ndër këto probleme dhe sprova që përmendi Hoxha ishin edhe vdekja të afërmve dhe problemet bashkëshortore. Ndërkaq që Yahya Binaj dhe Hoxha Nisrama vazhduan rrugtimin e tyre në emisionin e Rruga drejt Allahut. Këtë javë ata sollën pjesën e dytë nga tema Ta njohim Allahun. Rama tha se dëshmia kur dikush e do Allahun është pasimi i drejtë i Muhamedit alayhis salam. Të ndjekim tani përmbledhjet e radhës. Humbja e të afërmit. Ndryshe perceptohet apo ndryshe ballafaqohet me këtë problematik një besimtar dhe ndryshe ballafaqohet me të një laik. Ne si besimtar e dim fare mirë se jeta dhe vdekja është në dorën e Allahut xhalla wala, ashtu siç Allahu i madhruar ka thënë kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo njeri që ekziston në këtë botë ka për ta shijuar vdekjen. Dhe ne hasim tek gjeneratat e para se si ishin mishruar me këtë përcaktim të Allahut xhalla wala, se si ishin mishruar me këto bindje, me këto botkuptime që në fakt reflektonin vetëm pozitivitet të ata. Hasan Basriut në një rast siç rrafet i kishte ardhur lajmi për vdekjen e një të afërmi, ndërsa ai i kishte thënë lajmtarit, ulu nga se unë e di këtë gjë. I thot si ke mundësi ti ta dish një gjë të tillë, kur në momentin kur ai vdes isha unë me të, ti nuk ishe i pranishëm me ne. Hasan i thot, po nuk ka thënë Allahu xhalla wala në Kur'an famlar, kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo njeri do ta shijojë vdekjen? Thot po. Atëherë thot unë e di se i afërmi im, ti, unë dhe gjithë njerëzit kemi për të vdekur. Pra e kanë pritur një caktim të Allahut apo janë ballafaquar me të në formën më të mirë shpirtërore, në përgatitjen më të lartë shpirtërore, për arsye se kanë qenë bindur askush, pavarësisht forcës, pavarësisht mundësive materiale që ka, nuk mund t'i shpëtoj caktimeve të Allahut xhalla wala. Për fatin ton të keq kohëve të fundit është përhapur shumë dukuria e divorcit. Në të kaluarën nuk paramendohej kjo që tashmë po ndodh në mesin e shoqërisë sonë. Njerëzit përfillnin parimet fetare, njerëzit martoheshin, gjenin partnerin pikërisht në bazë të atyre këshillave dhe porosive fetare dhe rrjedhimisht kishin një jetë të lumtur. Por jo çdo herë, edhe nëse janë përfill këto parime, jo çdo herë është siguruar një jetë e lumtur bashkëtorë, për arsye se njerëzit janë njerëz. Ata gabojnë dhe ndonjëherë dinë që të te kalojnë edhe kufit.
dhe duke patur parasysh ato argumente me të cilat Allahu xhelle wala apo ato mësime me të cilat Allahu azza wa jalla na përgatit për evitimin e problemeve ndërmjet bashkëshortëve, ne mundohemi që ato parime, ato mësime, ato këshilla të aplikojmë edhe në kohën tonë, kur dukuria e divorcit ndoshta për shkaqe të thjeshta, për gjëra të pavlera, është duke u aplikuar shumë në mesin, sidomos të bashkëshortëve të rinj. Në radhë të parë, Allahu xhalla wala na tregon se lidhja apo ai intimiteti që ekziston ndërmjet burrit dhe gruas është një gjë që nuk ekziston tek tjerët. Andaj duhet që ta kemi parasysh një gjë të tillë dhe asesi të mos bijem grac apo të jemi viktim e ndonjë probleme të thjesht. Allahu azza wa jalla ka thënë: "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Ato janë mbuloj për ju dhe ju jeni të tillë për to. Ne i themi këtij muslimani se besimi i duhet të dëshmohet në të gjitha këto situata, pa përjashtim. Si edhe kur jam në punë, po edhe kur jam në punë, duhet të dëshmosh se beson në një Allah. Edhe kur je në familje, edhe kur je në rrugë, edhe kur je me shok, edhe kur je duke kërkuar punë, edhe kur je duke bërë biznes, edhe kur je në spital, edhe kur je i smur, edhe kur gjithmonë. Një ngjyrem. Një. Nuk ka laramani. E kemi thënë këtë. Dhe këtu tash e ka zbërthim praktik. Teorikisht e kemi marrë atje. Tash këtu duhet ta zbërthim. Kërkojmë një musliman që është me një ngjyrë, jo laraman. Qase laramania prezanton një shëmtim. Në këtë rafsh, dikon laramania është zbukurim, është ardh, por tek besimi është shëmtim. Nuk duhet të jemi laraman. Do thotë këtë të takojmë me një fytyrë, e atë me një fytyrë, e këtë me një mënyrë të trajtojmë, e atë me një mënyrë, këtë me disa shprehje, atë me jo. Jemi unik në këto situata, për shkak se besimi jonë është unik. Nuk ka kundërthënie, nuk ka kundërshtime. Mirë po, unë do të përzjedhi disa prej këtyre fushave, që të flas për zbërthimin praktik të besimit në jetën tonë të përditshme. Ta masim vetën tonë, sa thua valle kemi kuptuar drejt besimin në Allahun azza wa jall. E para që duhet filloj me të është dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Ky besim duhet na e bën Allahun të dashur. Ky besim duhet që të na mësoj si ta dojmë Allahun azza wa jall. Dikush thot psa ka nevojë të mësohet dashuria? Na gjithë dojmë Allahun xhallahu ala. Jo ka nevojë të përjetohet dashuria. Më tepër se që ka nevojë të mësoj çfarë dashuria. Dëshmi praktike, konkrete se dojmë Allahun është ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse këtë e bëni, yuhibbukumullah, Allahu ju don. Hasan al-Basri rahimullah tha, qëtëtar të hershëm, tha, shumë nga njerëzit pretendonin se dojnë Allahun dhe Allahu i sprovoi me këtë. Ky ajet është sprov për të dalluar të sinqertin nga gënjeshtari, të vërtetin nga gënjeshtari. Atë që e thot me zemër këtë dhe atë që e thot me majë të gjuhës. Ne nuk e kontestojmë njëtin e askujt, e as fjalët e askujt. Nuk kemi një gjykatës të njerëzve, por dëshmia praktike se dojmë Allahun është pasimi i rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ky argument është, ky ajet duhet të është argument se duhet dëshmi praktike, jo fjalë të gojës. E dëshmia praktike se dojmë Allahun ndërtohet në ato 3 shtylla që ne i përmendëm dhe realizimi i tyre dhe ndërtimi i dashurisë mbi ato është zbërthim praktik i të kuptuarit të drejtë të besimit. Këtë rëndin nuk bën të harrojmë që e përmendëm më herët. Zbërthimi i dytë praktik i të kuptuarit të drejtë të besimit, se ne e kemi kuptuar drejtë besimin është frika ndaj Allahut. E të shtunën gjithashtu vjen edhe një emision tjetër nga ora 21. Bëhet fjalë për emisionin Shenjat e Kiametit që na e sjell Hoxh Ismail Bardoshi. Ai këtë të shtunë foli për
paksimin e dijes dhe përhapjen e paditurisë, një nga shenjat e kiametit. Nga fundi i periudhës së Abasidëve, mongolët filluan të pushtojnë botën islame, rënuan shumë qytete, vranë miliona njerëz, derisa arritën në Damask, derisa arritën edhe në Sham. E gjithë kjo sprove madhe, e gjithë kjo ngjarje tragjike, erdhi për shkak të mungesës së dijes fetare dhe zbatimit të saj. Ishin përhapur idetë e gabuara, bidatet, njerëzit ishin të dhënë pas kënaqësive të kësaj bote, ishin të zhytur në gjunahe, dhe armiku e pati shumë të lehtë që të pushtonte këto vende dhe të vriste shumë njerëz. Por muslimanët e morën përsëri veten. Arritën që t'i thyejnë mongolët, tatarët në Sham, edhe më vonë tatarët u kthyen në musliman. Por muslimanët e morën përsëri veten, si arritën ta marrin veten me dijen fetare. Pra, mund të zbehet territori ku ekziston dija fetare, por ajo nuk zhduket, sepse është drita e Allahut dhe nuk mund të zhduket. E njëjta gjë për shembull ndodhi në trojet shqiptare. Me ardhjen e komunizmit në trojet shqiptare dhe si pasojë e largimit të njerëzve nga dija e saktë fetare, dija e Kur'anit dhe e Sunetit, si pasojë e përhapjes së bidateve, të ideve të shtrembruara dhe të gjunaheve, u instalua regjimi komunist në trojet shqiptare dhe u zbeh disi dija fetare, por nuk u zhduk krejtësisht. Pastaj erdhi momenti kur ra regjimi komunist. U zhduk diktatura dhe filloi përsëri përhapja e dritës së Allahut të lartësuar. Dhe tashmë jemi dëshmitar të mira apo dhjetra mira të rive të cilët shkojnë dhe frekuentojnë xhamiat, të cilët mësojnë dijen fetare. Hajri dhe mirësia ka për të përhapur edhe një herë. Kur ka mjaft grupe, por muslimanët nuk kanë një halife. Në kushte të tilla, muslimanët nuk do të bëhen pjesë e grupimeve në kuptimin grupime të cilat ftojnë për përçarjen e muslimanëve. Grupime të cilat nuk e marrin islamin të rësisht. Grupime të cilat vendosin rregulla të tilla që kush është me ta përfiton prej tyre, e kush nuk është pjesë e xhamatit të tyre, ai nuk ka asnjë farë të drejtë tek ata. Grupime të cilat nuk bashkëpunojnë me të tjerat, se nuk është fjala këtu për mos bashkëpunimin e muslimanëve me të tjerët. Muslimanët duhet të organizojnë punët e tyre. Muslimanët duhet të organizojnë komunitetin e tyre kudo që të ndodhen, qoftë edhe në kushtet kur nuk ekziston xhilafeti, shteti islam. Duhet që të organizojnë punët e tyre, duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Duhet që, domethënë, edhe në anën apo pikpamjen administrative të ecën ashtu siç duhet. Por të gjitha këto grupe të cilat administrojnë punët e muslimanëve duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Dhe në rast se mungon bashkëpunimi, ato janë grupime të dëmshme. Dhe në këtë rast nuk lejohet që muslimanët bëhen pjesë e tyre. Se muslimanët duhet të bashkëpunojnë me të gjithë vëllezërit muslimanë, duhet të jetë i hapur për të gjithë. Është pjesë e krejt ummetit. Nuk mund të bëhet pjesë e një bashkësie të vogël të dëmshme dhe të shkëputet nga bashkësia e gjerë e ummetit islam. Allahu i lartësuar ka ndaluar që muslimanët të përçahen në fe. Ka thënë: "Wala takunu minal mushrikin, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a." Mos u bëni prej idhujtarëve, prej atyre të cilëve e përçan fen dhe u bën në grupe të shumta. Në kuadër të emisionit Kuvendet e Urtësisë, hoxhallarët Ekrem Avdiu dhe Fadil Musliu folën si të parandalojnë vetvrasjen, një dukuri e shëmtuar. Ndërkaq në emisionin Zëri i Arsyes folën për organizimin e ahengjeve në mes të njerëzores dhe qoroditjes. Këtë temë realizuam me hoxhën Fadil Musliu dhe sociologun Avni Avdiun, ndërsa tani është përmbledhja e këtyre dy emisioneve. Cila është lidhja mes një përkujtimi të këtillë, mes mëshirës së Allahut dhe ndalimit të vetvrasjes, ose pse një njeri duhet të kuptojë dhe të përkujtohet se Allahu është i mëshirshëm për të mos u vetvrarë? Po, është vërtet ajo që thot pjesa e fundit e ajetit, e shpreh qartë mëshirën, rahmetin e madh që ka Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo i jep
njeriu të kuptoj se vetvrasja nuk është zgjidhja e problemeve, vetvrasja nuk është ajo e cila në farë mënyre e qetëson apo e rahaton atë i cili e merr këtë hap. Mirpo është Allahu subhanahu wa taala ai i cili i zgjidh të gjitha problemet dhe është mëshira e Allahut subhanahu wa taala ajo e cila i përfshin të gjithë besimtarët dhe Allahu është i mëshirshëm, Allahu nuk e dëshiron dhunën, andaj kjo mëshirë duhet të na kaploj apo duhet të na përfshi të gjithë neve dhe të jemi në rahmetin, në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë që të zgjidhim apo të parandalojmë atë problem apo atë fatkeqësi e cila mund të ndodhë. Dhe Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor kur e përmbyll këtë se Allahu është i mëshirshëm me ju, tregon qartë se Allahu do të ju jap juve zgjidhje të problemeve me të cilat ballafaqohet ai i cili dëshiron të vetvritet. Do thotë Allahu ka lënë alternativa, ka lënë rrugë. Dhe ato janë si rezultat apo si dhunti që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala përmes mëshirës së tij. Nëse ndonjëri një i ri vetvritet për shkak, sikur se e quajt ju, dashuritë pa realizueshme, dhe unë do të thoja këtu se sikur të vetvriteshin njerëzit për dashuritë pa realizueshme, atëherë gjysma e njerëzimit do të duhej të vetvritej. Për shkak të dashurisë së pa realizuar, ose për shkak të borxhit, ose për shkak të presionit, ose për shkak se mund të jetë në gjendje shpirtërore ose psiqike ose kështu me radhë. Ai ka jetuar me neve, ka qenë përreth neve, ai na ka treguar se dëshiron të vetvritet. Ndoshta jo me fjalë, me çndrimet e tija, me hestin e tij. A e ndim veten, a jemi përgjegjës, a duhet na bëjë ndërgjegje? Gjithsesi. Unë personalisht, nëse e di se Runa Zot kam pas mundësi të ndikoj te një person që është vetë vra, e konsideroj atë një përgjegjësi dhe e ndjej një ngarkesë shpirtërore gjatë të jetës, pse unë nuk e kam dhënë kontributin tim. Dhe na jemi në farë mënyre, jemi pjesëmarrës në fatkeqësinë e tij. Por na nuk jemi aktiv, por na jemi pjesëmarrës pasiv. Nuk kemi ndikuar në parandalimin e vetvrasjes. Dhe këtë duhet këndjenjë ta ketë çdo njeri prej besimtarëve musliman. Të paktën besimtarët musliman duhet të ndjejnë përgjegjësi për ata që vetvriten dhe shkak kushtimisht po them pasiviteti jon. Këshillat tona kanë munguar, udhëzimet tona kanë munguar dhe ka ardhur Runa Zot deri tek e keqja. Dhe besimtarëve musliman nuk ju lejohet të jenë neglizhent në gjëra madhore, se këto është pyetje jeta e njeriu. Nuk kam pyetje se ka humb një semestër 4-5 muaj ose ka humb një vit. Nëse humb një vit akademik, e keni posa e madhe bot. E çysh nuk intervenove, e pse nuk fole, pse nuk e këshillove, pse nuk regjistruan një kurs të avancuar, pse shkoi një kurs intensiv. Ato dalin zgjidhjet e problemit mbas ai e humb vitin. Po tek e fundit në vit shkollor nuk ka asgjë. Është i madh normal, po krahasim me vetvrasje. Nuk është i pariparueshëm. Po. E vetvrasja nuk riparohet, nuk kthehet. Se ndëkush po paraqiten s'ken masi po ndodhin, po pse s'm keni tregu mua, pse s'm keni thënë. Na vetë duhet jemi ata kontribues në këtë rrafsh. Të kontribuojmë. Se është interesant, psikolog po përmendin se këta njerëzit që ndjejnë atë dëshirën për vetvrasje, këta janë të mbyllur. Dhe 80% të tyre diktohen ose prej familjes, ose prej shoqërisë, ose prej rrethit. Po sigurisht edhe elementi kombëtar është i pranishëm në organizimin e dasmës të çdo popull. Në përjashtim tash pas luftës, në shumë vende këto gjana kanë ndryshuar, por në të kaluarën e afërt ne shohim se në çdo dasmë ka elemente kombëtare dhe kjo absolutisht nuk e zbet dasmën. Po a ka ndonjë kufi te këto elementet kombëtare? Po sigurisht. Ka kufi, do të te i kalimi i kufinve bëhet atëherë kur kombëtarja e cenon integritetin apo e cenon sovranitetin e shariatit islam dasëm, apo e cenon atë parimin islam, rregullin islam. Në këto raste ndërhyhet nga njerëz të mençur, edhe ajo largohet. Por nëse ne ndalemi dhe i shohim dasmat tona në të kaluarën, ku ka qenë shumë prezent elementi kombëtar, na nuk mund të gjejmë diçka që ndoshta duhet ta kundërshtojmë në tërësi. Ka ndoshta diçka që duhet të
të intervenohet, përmirësohet, mirë po jo as shumë, sepse ka qenë veshja ajo që ka dominuar tek me shkujt, kanë qenë ata tirqit, ka qenë xhamadani, kanë qenë plisat e bardh, kanë qenë shallat. Ky është element tipik kombëtar i shqiptarëve dhe absolutisht nuk bien ndesh fare me parimet e fesë islame. Ose ka qenë e theksuar edhe tek fëmijët vendosja e kapuçit apo kapelave të bardha, që është element kombëtar dhe nuk bie absolutisht në kundërshtim me fenë islame. Apo edhe veshja tek gratë, si ka qenë përpara, ku nusja ka qenë e tëra e mbuluar. Por ne, sikur po harrojmë disa gjëra, ne pikë së pari po harrojmë se ku ishim para 13 viteve. Ne po harrojmë edhe shumë gjëra të tjera se në një farë mënyre apo tjetër jemi në ndikimin dhe vëzhgimin, observimin, survejimin e të tjerëve. Pra në Kosovë ka pjesëtar të komuniteteve të tjera të cilat kanë ardhur me misione të ndryshme të caktuara, jo vetëm paqëruesëse ose mbikëqyrëse të rendit shoqëror politik, por edhe misionare të tjerë. Pra kemi gjithçmos këtu në Kosovë derisa të stabilizohemi tamam siç duhet si shtet. Pra jemi në prani të ndërkombëtarëve dhe kur themi ndërkombëtarëve të komuniteteve të ndryshme që kanë kultura, ngritje të vedijes së lartë, por edhe njerëz të cilët janë më të avancuar në çdo aspekt. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë reflektojmë me sjelljet tona, kështu që këto organizime, për shembull, meqense është fjala pikërisht për organizimin e ceremonive dasmore, që këto organizime të mos shërbejnë si shembull i keq për të pasqyruar tek të tjerët se çfarë popull jemi, popull të cilët nuk dim një aheng ta organizojmë siç duhet, por të jemi popull i matur që dim të reflektojmë si në gëzime ashtu dhe në hidhrime, meqense po flasim për dasmën, atëherë të dim që edhe dasmja e ka rëndin e vet, të reflektohet gëzimi me mas, kuptohet gjithçka në jetë duhet të jetë me mas, ashtu që gjithçka të përfundoj në mënyrë sa më të logjikshme, më të mirë, më të arsyeshme dhe më njerëzore. Komenti haditheve kutsi është emisioni i fundit që pam këtë javë. Hoxh Omer Berisha në këtë emision foli për rrezikun e shejtanit. Ai tha se njerëzit duhet të besojnë Allahun dhe të binden atij e të mos bëhen prej atyre besimtarëve të cilët Zotin e besojnë me mangësi. Në këtë pjesë të hadithit, gjithashtu kemi argument se nëse dikush, nëse një njeri beson se Allahu ekziston, madje edhe i lutet Allahut, Zotit, kur është në zor, vetëm për këtë nuk mund të quhet besimtar. Nuk mund të jetë kandidat për të fituar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në botën tjetër. Nuk mund të shijojë as erën e xhennetit, përderisa të pranoj që vetëm Allahun të adhuroj. Urdhrave të Allahut t'i bindet dhe ndalesave të tij t'u largohet. Kjo është kushti, se përndryshe edhe shejtani do të ishte nga besimtarët më të mirë, sepse ai ka bindjen e fortë në ekzistimin e Allahut, sepse ka kontaktuar me Allahun subhanahu wa taala. Madje edhe i është lutur që Allahu t'i jep rrezik atij. Nuk i është lutur dikujt prej krijesave, sikur që bëjnë dikush prej njerëzve, që shkojnë nëpër disa varre, ose dikush që e ka mbështetjen e fortë në shefin e tij, në punëdhënësin e tij, se rreziku jem është në dorën e filan njeriut. Jo, shejtani këtë e ka më të qartë se sa shumica e njerëzve fatkeqësisht. Mirë, po kjo shejtani nuk e bëri besimtar. Kjo shejtani nuk e bëri musliman, nuk e bëri një prej kandidatëve që mund të presin mëshirën e Allahut në ditën e gjykimit. Prandaj ai mbetet prej të mallkuarve deri në fund të kësaj bote dhe prej xhehenemlive në botën tjetër. Asnjëherë nuk do të ketë mundësi as ta shijojë erën e xhenetit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur të thirret për në namaz, shejtani ik larg dhe atë duke lëshuar gazra me qëllim që të mos e dëgjoj ezanin. Leximi i Kuranit në shtëpi.
Edhe kjo është për mbrojtjeve të besimtarit nga sherrri i shejtanit. Leximi i Kuranit e sidomos i surës Bekare, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Mos i bëni shtëpitë juaja varreza. Vërtet shejtani ik nga ajo shtëpi ku lexohet sura Baqara. Po ashtu leximi i ajetul Kursi ose tesbidova që është e njohur tek ne, që po ashtu gjendet në surën Baqara. Këtë na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë: Men qara'a ayatul Kursi fi laylatin lam yazal alayhi min Allahi hafiz wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbih. Kush e lexon ajeti Kursi natën, ai do të ketë një mbrojtës nga Allahu dhe nuk mund t'i afrohet shejtani atij deri në mëngjes. Po ashtu prej mbrojtjeve është leximi i 2 ajeteve të fundit nga sura Baqara, gjithashtu, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men qara'a bil ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu. Kush i lexon në një natë 2 ajetet e surës Baqara, ato do t'i mjaftojnë. Do të thonë i mjaftojnë si mburoj nga sherrri i shejtanit dhe i mjaftojnë për sevape para se të bie në xhum dhe i mjaftojnë për mburoj nga çdo e keqe deri në mëngjes. Të nderuar miq, me këtë përmbledhje përfunduam emisionin e sotëm Kolazhi Javor. Ju falenderojmë që na ndoqët deri në takimin e radhës. Asalamu alaykum dhe mirëmbëjtje.